Mirë se erdhët në Christmas Cooking! Në këtë vlogmas do ju përgatis 3 receta shumë të thjeshta, shumë yummy. Ju përgatisni vetë ose me fëmijët tuaj dhe le të nisim me një herë. Do bëjmë biskota me shortbread, me shumë gjalp. Dhe nisim me një herë, duhet keni 200 gram gjalp të zbutur në temperaturë ambienti. Unë e kam lënë këtë u bë 1 orë. Jo të shkrirë, sepse duhet të punojmë gjalpi. Gjalpit do të shtojmë 80 gram sheqer dhe do ta punojmë. Nuk e di a e vut re këndin nga mbrapa që krijova me produktet që mora te Sinsay edhe për parsen. Apo edhe veshjen poshtë që ju thash që i mora për shtëpi, kishte shumë opsione faktikisht. Tani, problemi i kësaj recetës është që përzierja e sheqerit me gjalpin nuk duhet bërë në mënyrë që të rrihen, siç bëhet me panën, siç bëhet me të bardhat e vezëve. Prandaj unë po e punoj tani edhe me luk. Do i shtoj vanilje, por kjo është sipas dëshirës tuaj. Dhe kështu është përgatitja. 280 gram miell. Pak krip. Dhe nisim me punimin e brumit. Kam marrë një nga këto qestet e kuzhinës. Dhe tani do ta punoj me dorë brumin. Këto lloj biskotash kanë shumë pak përbërës, por duhet punuar pak kjo pjesa e gjalpit. Kemi pas bërë një herë edhe një recet me hekrin, kush na ka ndjekur në fillimet e kanalit. Unë po bëj si top. Dhe do ta fus në frigorifer të pikset për na gjysmore, ndërkohë që do vazhdojmë me recetat e tjera. Ja si është brumi. Dhe do ta mbështjell. Do ta fus në frigorifer. Tani do pastrojmë këtu rromujën dhe do kalojmë tek receta tjetër. Për recetën e dytë do përdor këto stampët e silikonit që i mora tek Sinsay. Kishte disa versione dhe të vogla shumë të bukura për të bërë gelatin, për të bërë ëmbëlsira të tjera, çokolata. Fantazia shumë e madhe dhe kënaqeni edhe me fëmijët, sepse unë mundohem gjithmonë gjej aktivitete ku mund të përfshi edhe Bato. Kështu që kur vi Bato do t'i tregoj si do bëjmë biskotat. Do nisim të përdorim këtë. Jo me një herë, nisim përgatisim brumin. Nisim me 2 kokra vezë dhe 120 gram sheqer. Dhe do t'i përzijem bashkë derisa të fillojnë të formohen ato fluskat. Një 120 ml qumësht. Dhe 80 ml vaj vredielli. Përzijej. Do lëmë një anë këtë dhe do marrim një anë tjetër. Do shtojmë 180 gram miell. Fryrës. Këtu është 16 gram, do fusim gjysmën. 8 gram. Më pas do fus pak krip. Hodha shumë. Do e hedh tjetrën. Duke qenë se do bëj pemën, kam vendosur që ta ngjyros
brumin me ngjyrë jeshile. T'i dhënë ngjyrë jeshile brumit, o mund të përdorni matcha, po unë nuk kam aktualisht dhe nuk gjeta këtu në lagje, ose unë bleva këtë ngjyrusin. Dhe do përdor ngjyrusin jeshil. Kjo është ngjyrues ushqimore. Tani nuk e di se sa jeshile do dali, por se këtu brenda duke shumë jeshile, por tani e hapur në miell duket shumë pak. Mirë. Do shtojmë pak nga pak miellin dhe do të përzijejmë. Tani filloj të shpërbëhet ngjyra jeshile, nuk para përdor ngjyrues, të them të drejtën. Në rregull, tani do përgatisim stampon. I lyhet të gjitha detajet, sepse këtu ka qenë se është një stampo e thellë, duhet të lyhet mirë. Mund të përdorni edhe nga ato spray, po këtu nuk është se kemi çdo gjë për bakery. Për këtë arsye, unë do përdor gjalpin dhe miellin. Kam shkryer pak gjalp dhe do marr një furç kuzhine. Me recetën e tretë do nisim me një kokërvezë. Do përdorim 60 gram sheqer kaf dhe një lugë gjelle mjalt. Zgjedhur pak receta që të jenë ndryshe nga njëra tjetra, nëse pemët do jenë jeshile dhe do jenë më si sponge, biskota do kenë mbizotërimin e gjalpit dhe sigurisht dekori. Këtu do kemi mbizotërimin e erëzave. Tani shtojmë qumësht 100 ml dhe 60 gram gjalp të shkryer dhe sigurisht të ftohur. Një tjetër enë kam vendosur 150 gram miell dhe do fillojmë të shtojmë erëzat. Fillojmë duke shtuar fyerësin, edhe në këtë rast vetëm gjysmën e pakos, ose edhe një lugë çaji. Pastaj do shtojmë një lugë çaji kanellë. Unë e shtoj të ngopur mirë, sepse ju e dini tashmë si jam unë dhe kanella. Ginger, për ginger do shtojmë vetëm gjysmë lugë. E hapa shumë keq edhe u bëra që ginger. Dhe gjithashtu një lugë arë moskat. Unë do ta grill me një herë. Ju thash që çdo recet ka atë veçantinë e vet dhe kjo do jetë ajo me aromën fiks të krishtlindjeve. Më duhet të rikthehem në Sinsay për të parë edhe pak organizuesit e erëzave dhe nuk pash për organizuesit e make-upit, sepse kam në situatë kaotike. E përzim të përbërjen këtu dhe do të shtojmë tani tek pjesa e lëngshme, tek përbërësit e lëngshëm. Le të themi pak tipike stili i muffins. Edhe këto mund të jenë një muffin, kuka, por në këtë rast me forma. Për ta bërë akoma dhe më shumë Christmas, unë do t'i shtoj edhe pak lëkurë portokalli, por edhe kjo është opsionale. Kam vepruar në të njëjtën mënyrë për sa i përket formës së silikonit. Në këtë herë janë shtëpizat si gingerbread. Dhe do marrë një lugë se kjo përbërje është pak më konsistente. Gjithmonë mbushin një 2/3. Ja, unë fillova të mbush nga një lugë secilën.
Ky brumi ka një aromë që se keni idenë sa e mirë. Sigurisht vijnë dhe aromat e tjera që rinë dhe pemët që sapo poqa, se kështu ngjan keq. Do përdor këtë që të qëndrojnë sa më drejt. Tani të fillojmë të merremi me biskotat. It's time! It's time! Procesi I parë do jetë shtrirja e brumit. Mua më pëlqen pak biskotat më të trasha, por mund t'i përmend edhe më holla. Sa më I trashë të jetë brumi baza për biskotat, aq më shumë do dali stampo. Edhe pse them drejtën, është hera e parë që do përdor këtë stampon për biskota, sepse nuk është se kam gjetur këtu në Shqipëri. Tani unë zakonisht veproj në këtë mënyrë. Nuk ju sash, edhe shtëpizat paka shumë 20-25 minuta kanë, 170 gradë furra, por shikojnë edhe ju me sy të lirë ose me provën e kunjës së dhëmbëve. Ja, bëra një mas të trash, 1 cm, 7 mm paka shumë, dhe mundova ta bëj sa më 4 orë që jetë mundur. Tani le të marrim rulin. Edhe këtë e mora tek Sensei. Ruli përdoret në këtë mënyrë. Vendoset një herë presion dhe kaq, nuk ka kështu vajtjar. Ky gingerbreadi ishte I preferuari I të gjithëve. Brenda kam futur edhe biskotat. Na nderoj me pjesëmarrjen sot në vlogmas mami, që nuk e shoh që nga ditëlindja e Badolinës. Tadan! Dhe po mpyet për këto ëmbëlsirat sigurisht. Është në dietë, por po shikojnë gjërat që kam marrë në Sensei. Po mami, këto janë si gingerbread dhe këto janë... Të ke bërë vetë, apo? Po, I kam bërë vetë, po I futi duart bato edhe kemi dhe biskota këtu. Këto I ke bërë vetë? Pa tjetër çdo gjë kam bërë vetë me mam. Me çfarë janë këto? Me butter. Sikur s'ka ngrënë. O zot si bën, shikoj sikur s'ka ngrënë, o ma. Ka ushqim, është Rio edhe Bato, të dyja. Edhe Rio që pra aty dhe Bato që po hanë, sikur s'ka ngrënë sot, po. Zëm shikoj çka ka marrë. Mish. Ja dhe ky tjetri këtu, që pret ushqimin nga dora. O si. Është gjena ime. Bato ndërkohë me zi pret që t'luajnë. E kuptoni që më mistrecin nga të dy është Bato këtu, sepse Rio e duron dhe ndonjëherë I shkatrojnë nervat dhe largohet kështu në qetësi, si me qenë vllai I madh, ndërsa Bato shkon nga brava kështu. Mosik. Sapo erdhi një pako nga Zara që I kam bler Batos për Black Friday, se për vetes na bie ndonjë rralla tani me Baton. Dhe me një herë është në atë fazën që I pëlqejnë rrobat dhe I mori dhe I veshi me një herë shkonte te pasqyra dhe bënte prova. I ka marrë këtë xhupi. Duhet kuptoni që këto janë çmimet
e plota, unë I kam marrë diku me 40% ullje. Ky është gjupi, që është dhe kundër shiut. Dhe më pëlqyen këto detajet me zinxhir të zi. Dhe është komplet I mbushur nga brenda. Dhe është pak I gjatë, se ato që ka janë pak më të shkurtër dhe tani në dimër është problem. Ka vesh një kostum që I kam bler dhe nuk po e heq dhe po I pëlqen shumë vetja, edhe një kapuç që nuk para I mban kapuçët, marrë duke e mbajtur. I kam marrë këtë hoodin, shikoni. Këtë herë ja kam marrë me jak pak më të lartë. Ka këto detajet këtu. Dhe është si me push. Ja, është me push. Qizme. Pastaj I kam marrë këto xhinset. I kisha zgjedhur një palë me viza si të mijat, por kur bëra baj, se I kisha vendosur në shport, shkuan soldat me një herë. Ja, këto janë xhinset. Kanë këtë detajin këtu përpara. Pastaj I kam marrë këtë trikon. Kështu për Christmas, viti I ri. Është shumë e butë. I kam marrë dhe një triko tjetër. Vjet ka pas një të bardhë që shkonte shumë dhe sot I mora një të ngjashme, sa ato që ka pas vjet ka nik tashmë, por ja shikojnë. Ka këtë fillin me 3 ngjyra më saktë, edhe shumë e bukur dhe kjo. Pastaj I kam marrë një xhup tjetër, këtë herë ja kam marrë me pellush nga brenda. Edhe ky detajt e tilla. Sepse ato që kishte po e binin vogla dhe si që shpjegova, tani u fto koha pa këtu dhe duhe pa tjetër. Tani ka veshur setin, edhe mori qizmet e gomës dhe I veshim mami im. Ma e bato të tregoj pak kapuqin, s'do me edhe tërku, mirë, e vuri prap kapuqin. Ky është seti tjetër që I mora. Ky që ka veshur dhe është shumë I bukur realisht. Detajet para. I vuri dhe kapuqin. Tani do ta heqë se ka vap. Kapuqi ka këto detajet. Dhe qizmet I ka qef shumë. Shumë I ka qef qizmet. Dhe kjo është nga 1 deri në 3 vjeç, kurse të tjerat ja kam marrë për 2 vjeç. Kostumi I bie shumë mirë, do më thëmë është I bollshëm, nuk e ka shumë të madh, kështu që mund ta ketë për një farë kohe. Edhe kostumi që ka veshur është me push. Mirë, tani unë do ha diçka dhe do bëjmë gati për t'ikur në punë. Po shefti, qa është ajo? Po shoh komentet që bëjnë. Ami që ndonjëherë komentet që më bëjnë janë absurde dhe janë absurde, po që do bëjmë mam? Kështu janë populli. Anyway, unë bëra gati për në punë. Se isha e lash batën me mamin dhe u ftillova pak. Doja t'ju thoja që kur t'pishni biskotat, mos e vendosni furrën me ajër, po vendosni pa ajër, si të, pa ventilim. Se nuk dua ta them gabim, sepse ndryshe nuk do piqen. Dhe kujdes se mund digjen, se sa hoqa ventilimin, gati u dogjen. Kështu që keni mendje këtë gjë. Ato që na përlipu, kujdesni! Nëse provoni postova, sepse shumë shumë. Nëse I provoni recetat, më komentoni dhe më thoni si ju duken. Hekët I pëlqeu ajo me gingerbread, pra forma e shtëpizave që bëra dhe forma dolën shumë bukura. Shumë bukura dhe më erdhi inat që nuk gjeta forma të tjera atjes në Sinsay, po kishin mbaruar dhe duhet më kthy prap. E thënë kjo, unë ju përshëndes, faleminderit që më ndoqët, mos harroni të komentoni, të bëni subscribe, të bëni like, të ndani vlogun me shumë të tjerë, mos harroni të bëni pjesë edhe në shorteo, në Vlogmas Day 8 dhe unika. Ciao ciao!